Deputeti kanadez Ivan Baker riprezentoi në dhomën e komunave projligjin e tij si antar privat, i cili nëse miratohet do të shpallte muajin nëntor si muajin e trashëgimit shqiptar në të gjithë Kanadan. Sot riparaqita projligjin tim privat në dhomën e komunave, i cili nëse miratohet do ta caktojë muajin nëntor të çdo viti si muajin e trashëgimit shqiptar në të gjithë Kanadan. Dua të falenderoj deputetin e Mississauga East Cooksville, Peter Fonseca, për mbështetjen e këtij projekligji dhe shpresoj që të gjithë antarët e dhomës do ta mbështesin atë. U shpreh Baker në një postim në rrjetet sociale. Kanada është shtëpia e shumë kanadezëve me preardhje shqiptare. Kanadezët me preardhje shqiptare kanë lënë dhe vazhdojnë të lënë një gjurmë historike në Kanada, me kontribute që përfshin komunitetet në të gjithë vendin dhe reflektohen në jetën ekonomike, politike, sociale dhe kulturore të Kanadas, theksoi ai. Nëse miratohet, muaji i trashëgimit shqiptar do të na jepte një mundësi të veçantë për të njohur kontributet që kanadezët me preardhje shqiptare kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë në Kanada, shtoi Baker. Nëse miratohet, muaji i trashëgimit shqiptar do të shërbente si një mundësi e veçantë për të njohur dhe vlerësuar kontributet e shqiptarëve në shoqërinë kanadeze.